Shqipëria hyri në vitin 2025 me një popullsi më të plakur dhe emigracion që thellohet më tej. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, mosha mesatare u rrit me 0.8 vjet brenda një viti, duke arritur në 44.3 vjeç, ndërsa emigracioni arritën në rreth minus 29.000 persona. Popullsia ra në 11 qarqet e vendit përveç Tiranës. Shkodra pësoi të kurrë më të madhe. Nëse rrethana demografike të vendit nuk ndryshojnë, me rritjen e lindjeve dhe frenimin e emigracionit, Shqipëria rrezikon të bjerë në kufir në 2 milion banorëve përpara vitit 2035. Për të zbutur pasojat e plagjes, ekonomia e vendit duhet të rritet më shumë se 5% në vit, për llogarisin institucionet ndërkombëtare. Të dhënat e reja zyrtare mbi popullsinë treguan se më 1 janar 2025 në vend jetojnë 2.36 milion banor, me rënje 1.8% nga censusi i vitit 2023. Kurja me më shumë se 27 deri në 30.000 banor në vit, e përqendruar kryesisht te moshat e reja, rrezikon ta çojë treguesin e popullsisë për te çdo skenari, dhe gjithashtu i bën edhe më të vështira zgjedhjet. Në vitin 2024, migracioni neto negativ u dyfishua krahasuar me një vit më parë, me minus 28.800 persona, nga minus 13.761 persona në vitin 2023. Nga 12 qarqet e vendit, Tirana është i vetmi qark me rritje të lehtë. Popullsia e saj nga 758.513 banor në cens 2023 arriti në 759.981 në 2025, një shtesë modeste për rreth 1.500 personash. Popullsia e Tiranës po rrit nga braktisja e zonave rurale dhe migrimi i brendshëm drejt Tiranës, që balancon dhe humbjen që vetë kryeqyteti ka nga emigracioni ndërkombëtar. Në veri, Shkodra u tkurr me gati 5.000 banor në 2 vite, duke pësuar rënien relative më të madhe me mbi 3%. Një panoramë ngjashme shfaqet në Kukës, Dibër dhe Lezhë, ku reduktimi i popullsisë varion nga 2.4% në 3%. Veriu i vendit po përjeton një cikël më të vonë emigracioni, si rrjedhoi edhe e zhvillimit të pabarabartë rajonal. Gjirokastra, Korça dhe Fieri pësuan rënje të krahasueshme me 2.5 deri në 3%, të ndikuara nga emigracioni tradicional dhe plagja e popullsisë vendase. Në qarqe si Elbasani dhe Vlora, ritmi i kurrjes është disi më i butë, përsërish i pandalshëm. Paralelisht me emigracionin, Shqipëria ka hyrë në një cikël të gjatë me lindshmëri shumë të ulët, në 1.3 lindje për grua.